U certifikua nga shkolla drejtorëve brezi i dytë i drejtuesve të institucioneve të arsimit parashkollor. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro u shpreh se nga 5 thirrje që ka hapur ky institucion për drejtues të arsimit parashkollor, janë 85 drejtues në detyrë dhe 53 aspirant për pozicione drejtuese. Nuk imagjinoj dot 10 vite të shkuara që për të drejtuar një kopësht nuk mjafton vetëm të kesh bërë një shkollë, madje po të shkoj dhe vite më përpara as shkollën për katse, po mjafton të, sidomos të jesh një grua dhe mjafton që të jesh një edukatore kopshti, qerte apo parashkollori. Përkundrazi, ju jeni prova më e mirë e besimit tek dia. Dhe fakti që jemi në brezin e dytë të drejtuesisht të certifikuar të arsimit parashkollor, do të thotë që kemi rritur standardin edhe garancin për cilësinë në arsimin parashkollor që është themeli i brezit që vjen. Në ceremoninë ku u certifikuan 74 pjesëmarrës në programin e trajnimit të detyrueshëm për drejtues të arsimit parashkollor, ministra Kumbaro e vuri theksin tek shkolla drejtorëve, institucion që në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim po konsolidon një histori suksesi, duke integruar praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën e zhvillimit të leadershipit arsimor dhe menaxhimit të institucioneve edukative. Shkolla e drejtorëve e ngritur si një kërkesë e qeverisë shqiptare dhe një projekt i përbashkët me Fondacionin Shqiptar-Amerikan për Zhvillim, që në të gjitha projektet e veta për hir të së vërtetës na ka ofruar standard dhe kjo pasi diskutim, kjo është një tjetër histori suksesi. Në këtë takim u prezantuan edhe projektet më të mira të pjesëmarrësve që u certifikuan nga kjo thirrje.